një fjalë të Ibnil Qayyimit rahimahullah ku thot, sikur të nderuar shikues, dëgjoni me vëmendje këtë fjalë këtij dietarit të madh. Ai thot kështu: sikur Allahu të ta jep ty gjithë dynjan dhe çka ka në te. Pas gjithë kësaj, ti i thu Zotit tënd elhamdulillah, lavdia hamdi ty takon o Allah. Që kjo fjalë elhamdulillah është më e madhe se gjithë bota. Pse? Sepse dynjaja dhe çka kanë to kalimtare dhe shkojnë dhe përfundojnë, ndërsa elhamdulillah yt sunullah regjistrohet në regjistrin dosjen tonde dhe në ditën e gjykimit me emrin e Allahut, me falënderimet ndaj Allahut azza wa jall, do ta gjesh fjalën elhamdulillah. Këtu është ajo përjetësia e fjalës elham. I lumi ai, i cili është falënderues mirënjohës ndaj Allah. Alhamdulillah. Fjalë madhështore nga Ibn Qayyimi, subhanallah.